Do të vijë një ditë kur të gjithë tingujt e kësaj bote do të fashiten dhe rreth teje do të shuhet e gjithë ajo zhurmë që të raskapiti zemrën. Do të braktisësh gjithçka me të cilën u mësove dhe ndoqe pas, për të nisur drejt takimit me Allahun, i vetëm, pa marrë me vete asgjë përveç veprave që ke quar përpara. Atëherë, do të shfaqen të vërtetat e plota. Sa e sa beteja që i mendoje përcaktuese për fatin tënd, nuk pas kanë qenë veç se ngjarje të rëndomta. Sa e sa armiqësi që të lodhën shpirtin, nuk pas kanë pasur asnjë peshë në peshoren e botës tjetër. Dhe sa e sa preokupime t'i vodhën ditët e të larguan nga përgatitja për jetën tënde të vërtetë. Prandaj, mos e prit qasin e ikjes për ta kuptuar këtë kur t'jetë tepër vonë. Kuptoje tani. Sa kohë që gëzon ende afat për të vepruar, mundësi për t'u penduar dhe aftësi për të përmirësuar atë që ka kaluar. Ule për kushtimin ndaj asaj që është e përkohshme dhe ndërto të ardhmen tënde të përhershme me atë që mbetet, me një namaz të falur me përullësi, një pendim të sinqert, një zemër të pastër, një fjalë të mirë dhe një gjurmë mirësie që nuk ndërpritet kurrë. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe çdo shpirt le të shikojë se çfarë ka përgatitur për të nesërmen.